Përshëndetje miqtë të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashkë në një tjetër edicion të programit fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtojmë pafund bashkë me materialet të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Mirë po, se për çfarë sakt bëhet fjalë kësaj radhe, unë juftoj që të ndjekim bashkë kryet hituit. Një jetë e re për çdo gjë. Mrekullitë e riciklimit. Fati i shishes plastike. Punime kreative me letër. Teston njohurit në quiz dhe xhexhes. E kësaj radhe të dashur miq, do të fluturojmë drejt një aventure të re, ku do të mësojmë se si të kujdesemi për shtëpinë tonë të përhershme, pra për tokën. Unë jam takuar me disa fëmijë të jetë simpatik, të cilët përmes disa aktiviteteve na kanë treguar se si mund të sillemi më mirë me tokën. Ta ndjekim bashkë rubrikën në vazhdim dhe të mësojmë se çfarë sakt është riciklimi. Mirë se vini përsëri në programin fluturues të fëmijëve, ku çdo episod është një aventurë e re, plot ngjyra, dije dhe dashuri për botën që na rrethon. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, riciklimin, dhe si përmes tij mund ta mbrojmë dhe ta duam më shumë planetin tonë të dashur. E gjithë dita jonë ishte e mbushur me krijimtari dhe argëtim. E veçanta e këtij episodi ishte se çdo gjë që e bëm e krijuam nga materiale të ricikluara. Sende që zakonisht do t'i hidhnim tutje, por që sot u kthyen në vepra arti dhe mësimi. Në fillim, morëm karton cilindrik nga letra e tualetit dhe disa fletë të bardha. Me to krijuam flutura shumë ngjyrshe, secila me ngjyrat tona të preferuara. Ishin të lehta si ajri, por me një mesazh të fuqishëm. Çdo gjë mund të kthehet në diçka të bukur kur përdoret me dashuri. Tregoni si keni emrat? Nisa, po ti? Alpi. Edhe kjo bukuroshja këtu? Ema. Ema, a po më tregoni mua se çfarë po punoni këtu? Kush po më tregon? Flutura, bravo! Po më tregon çka janë këtu? Janë Flutura. krahët e fluturës, bravo! A po më tregon mua se çfarë ngjyrash ke përdor për me punu fluturën? Çfarë ngjyre është kjo këtu? Blu. Ngjyrë kaltër, bravo! E kthejmë ka agji me na po edhe agji fluturën si e kemi kriju? Hajde e kthejmë kështu? O, sa bukur! E Alpi, apo më tregon Alpi mua fluturën tënde si e ke punu? Bravo! Çfarë ngjyre ke përdor për fluturën? Flutur. Ngjyrën e verdh. E Ema, si e ka punu Ema fluturën e vet? Pravetën. Bravo! Me çfarë ngjyre e ke punu fluturën? E kuqe. Ngjyrën e kuqe. Më pas, me disa letra të tjera, punuam së bashku për të krijuar një glob të vogël, ku e kaltra përfaqësonte oqeanet, lumenjt dhe detet, ndërsa e gjelbra simbolizonte pyjet, fushat dhe të gjitha vendet ku jetojmë ne dhe kafshët. Kjo na bëri të pyesim: kush jeton në ujë dhe kush në tokë? Kështu mësuam për breshkat, balenat, peshqit e delfinët që jetojnë në ujë, dhe për elefantët, fluturat, arinjt dhe zogjt që jetojnë në tokë. Kuptuam se çdo krijesë ka nevojë për një mjedis të pastër për të jetuar dhe për të qenë e lumtur. Ashtu si edhe ne. Po më tregoni mua se cilat prej këtyre kafshëve jetojnë në tokë e cilat jetojnë në ujë. Cila është kjo për shembull? Tigre. Tigre jeton në tokë. Po kjo Vanessa, kush është? Peshki. Peshku. Ku jeton peshku? Jeton në ujë apo në tokë? Ujë. Në ujë, bravo. Po kjo këtu? Cila është? Zebra. Zebra. E zebra është kafshë e tokës apo e ujit? E tokës, bravo. Te ja, çfarë është kjo këtu? Bobleca.
Po pra është insekt, është mollkuqja. Më pas kaluam të një mësim shumë praktik. Si riciklojmë? Mësuam se secila mbeturin ka vendin e vet. Në shportën e verdh hedhim plastikën dhe metalet, si shishet, kënaqet dhe ambalazhet. Në shportën e gjelbër vendosim letrën dhe kartonin, që mund të përdoren përsëri për libra apo kuti të reja. Në shportën e kuqe vendosen mbeturinat që nuk mund të riciklohen, si mbeturinat ushqimore apo mbetje të ndotura. Më tregu mua se pse duhet të riciklojmë ne gjërat. A është qëllimi për me mbrojt ambientin? Me e bo tokën një vend më të mirë, më të përshtatshëm për gjithë, sepse pastaj ata që kujdesen për ambientin i marrin këto shportat edhe mandej i çojnë në vendet e tyre të duhura. Edhe për shembull, prej plastikës mundin me i marrë ato, me i shkri përsëri edhe prej asaj shishe mandej me kriju një këmish ose një rrobë të re. Nëse këto nuk i hedhim ne në vendet e duhura, mandej është shumë e vështirë për neve që ato mi riciklu, edhe toka ndotet edhe nuk bëhet ambient as i mirë për bimët, as për neve, as për kafshët, as për askënd. Duke ndarë mbeturinat, ndihmojmë që më pak gjëra të përfundojnë në natyrë dhe më shumë të kthehen në materiale të dobishme për botën. Por ne nuk ndaluam me kaq. Përdorëm karton të ricikluar për të krijuar lule, flutura dhe forma të tjera magjike, duke përdorur imagjinatën dhe kreativitetin ton. Çdo ngjyrë dhe formë mbante një histori të vogël, një kujtim që edhe nga diçka e thjeshtë mund të lindë bukuria. Në fund, si një përshafim për tokën, mbollëm lule të vërteta. Secila lule ishte si një premtim. Ne do të kujdesemi për ty tokë, sepse kur mbjellim një lule, mbjellim dashuri. Në një botë ku çdo ditë mund të ketë më shumë plastik se sa flutura, më shumë ndotje se sa lule, ne, fëmijët e vegjël, me zemra të mëdha, po tregojmë se ndryshimi fillon me një copë karton, një bojë dhe një ide të mirë. Riciklimi është kujdesi ynë për të ardhmen, sepse toka nuk ka nevojë për superheronj. Ajo ka nevojë për ty dhe për mua, që të kujdesemi për të çdo ditë. Deri në episodin tjetër, mos harroni, çdo herë që ricikloni, krijoni diçka të re, për vete, për tokën dhe për të ardhmen. E në vazhdim, miqtë e mi, ju shoqëron rubrika e Xhexhës. A mund ta gjeni përgjigjen? Në tokë ngadalë rrëshqet, me guask që nuk e heq, në det noton, në rër pushon, por nga mbeturinat shpesh rrezikon. Cila është kjo mike e qetë që natyra e do për jetë? Breshka. Rubrika e Fundores vazhdon të mbetet një nga më të preferuarat tuaja. Andaj edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të mësojmë të ndërtojmë diçka shumë të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. Se për çfarë sakt bëhet fjalë, unë ju ftoj që ta ndjekim bashkë rubrikën e Fundores.
E të dashur miq, tani erdhi koha për të testuar njohuritë tuaja përmes quizit. Çfarë duhet të hedhim në shportën e verdhë? Ushqim të mbetur, rroba të vjetra, plastik. Plastik. E tani, për fund, ashtu si çdo herë tjetër, ju shoqërojnë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Riciklim. Tokë. Karton. Flutur. Sport. Shishe. Kënaqe. Ambalazh. E me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit fluturues të fëmijëve. Sigurisht për të takuar përsëri javën e ardhshme, në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirpo deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet ju përshëndes. Nga unë Edlira, miru pafshim. Tëng tëng.